Eklipsi hënor i 3 Marsit, kodi 33, kodi që thyen të kontratat e vjetra. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në këtë video të veçantë kushtuar eklipsit hënor të 3 Marsit, ose siç e quajmë shpesh 3/3. Sot nuk do të flasim për fundin e botës apo dënime hyjnore, por për një moment magjik të universit që na fton të shohim brenda vetes. Do të zhytemi thellë në secilën pikë, duke zbërthyer idetë në mënyrë fantastike, si një udhëtim imagjinar në përhyje dhe shpirt. Do të përdorim vetëm fjalët për të krijuar pamje në mendjen tuaj, duke e bërë çdo koncept të ndjehet si një aventurë epike. Le të fillojmë me pikën e parë, duke e zgjeruar atë si një histori të lashtë që zgjohet nga gjumin. Pika 1. Nata e trashëgimisë, rishkrimi i kontratave të pavetëdijshme. Imagjinoni veten në një pyll të errët, ku degët e pemëve janë si fijet e fatit që ju kanë lidhur pa dijenin tuaj. Kjo është nata e trashëgimisë, një profeci e lashtë që eklipsi hënor i 3 Marsit e sjell në jetë. Në këtë natë, hëna, si një pasqyrë e madhe kozmike, nxjerr në pa ato kontrata të fshehura që kemi nënshkruar me veten tonë në momentet e errëta. Kujtoni një kohë kur keni thënë brenda vetes, nuk do të mbështetem kurrë te askush tjetër, sepse më kanë lënduar. Ky është një premtim i pavetëdijshëm, një rregull i heshtur që drejton jetën tuaj si një hije e padukshme. Por ja ku vjen eklipsi si një hero mitik, një luftëtar i dritës që thyen zinxhirët. Ai na jep fuqinë për të rishkruar këto kontrata me vetëdije të plotë. Si? Duke u ulur në heshtje, duke marrë frym thellë dhe duke pyetur veten, çfarë premtime të vjetra po më pengojnë sot? Imagjinoni se jeni në një sallë të madhe mbretërore, ku mbretëria jeni ju vetë. Në tryez është një letër e vjetër, e shkruar me bojë të zbehur, ajo është kontrata juaj e vjetër. Merrni një penë të re, të zhytur në bojën e së ardhmes, dhe rishkruani, do të mbështetem te të tjerët kur të jetë e nevojshme, sepse lidhja është fuqi. Kjo natë nuk është thjesht një ngjarje astronomike, është një festival shpirtëror ku çdo njeri bëhet autor i fatit të vet në kulturat e lashta, si ato egjiptiane. Eklipset shiheshin si momente kur Perëndik negocionin me njerëzit. Sot, ju jeni Perëndia juaj. Le të zhytemi më thellë, supozoni se kontrata juaj është si një kështjell e ndërtuar nga frika. Muret e saj janë blloqet e nuk do të provoj më, ose duhet të jem perfekt. Eklipsi është si një tërmet i butë që i lëkund ato mure, duke ju lejuar të rindërtoni një kështjell më të fortë, me dritare të hapura drejt mundësive. Dhe pse 3 Mars? Sepse data 33 është si një kod sekret, një thirrje për të treshtuar vetëdijen, mendje, trup, shpirt. Në këtë natë, merrni kohë për meditim, uluni, mbyllni sytë dhe vizatoni në mendje një libër të hapur. Faqet e majta janë kontratat e vjetra, ato të djathtat, ato të reja. Shkruani, fshini, krijoni. Kjo është fuqia e natës së trashëgimisë, një transformim që nuk vjen nga jashtë, por nga thellësia e shpirtit tuaj. Pika 2. Kodi i amplifikimit. Përsëritja e treshtës si fuqi kozmike. Tani, le të hyjmë në botën magjike të numrave, ku 33 nuk është thjesht një datë, por një kod amplifikimi që dridhet nëpër univers si një valë e fuqishme. Imagjinoni numrin 3 si një trekëndështar, fillimi, mesi, fundi, një strukturë e përsosur që mbar gjithçka. Ky eklips është si një megafon kozmik që zmadhon atë që tashmë ekziston brenda jush. Nëse mendimet tuaja, fjalët dhe veprimet janë në harmoni, si një orkestër e sinkronizuar, atëherë do të ndjeni një vrull të madh përpara, si një lung që shpërthen digat, por çfarë nëse nuk janë? Atëherë amplifikimi bëhet një paralajmërim, një zë i brendshëm që thotë, rregulloje ritmin. Si një përrallë e lashtë, ku një magjistar përsërit një formulë 3 herë për të krijuar mrekulli. Kështu është 33, përsëritja e treshtës amplifikon energjinë. Merrni një moment, mendoni për një ditë të zakonshme. Nëse mendimi juaj është unë jam i aftë, fjala juaj është do ta bëj dhe veprimi juaj është të veproni, atëherë eklipsi ju jep krah si një shqiponjë që fluturon lart në mënyrë fantastike. Imagjinoni veten si një alkimist në një laborator yjor. Ingrediente: mendimet si pluhur ari, fjalët si ujë i pastër, veprimet si zjarr. Nëse i përzieni në proporcion të drejtë, krijohet eliksiri i suksesit. Por nëse njëri mungon, eliksiri shpërthen.
Ky kod 33 është receta sekrete. Në traditat mistike, si numerologjia pitagoriane, 3-ja është simbol i krijimit. Eklipsi i 3 Marsit është si një ceremoni ku universi ju thot, amplifiko veten. Le të zbërthejmë më tej, supozoni se jeni në një aventurë epike si në një libër fantazi. Ju jeni heroj, mendimet tuaja janë harta, fjalët arma, veprimet shtegu. Nëse harta thot, ec përpara, arma është e mbret dhe shtegu i drejt, arrini në thesar. Por nëse harta është e gabuar, amplifikimi ju çon në humner. Pra, përdorni këtë natë për të sinkronizuar, shkruani 3 lista, mendime, fjalë, veprime dhe shihni ku përputhen. Kjo është magjia e 33, një kod që ju bën zotër të fatit. Pika 3. Perspektiva historike, eklipset si pasqyra e universit. Tani, le të udhëtojmë në përkohë si një kotar mistik që viziton civilizimet e lashta. Për dallim nga frika moderne, ku eklipset shihen si shenja apokaliptike, kulturat si majat apo babilonasit i studionin ato si libra të hapur të universit. Imagjinoni një tempull majan, ku priftërinjt shikonin yjet jo me frikë, por me kureshtje. Ata e shihnin eklipsin si një pasqyrë që reflektonte atë që ishte e paqëndrueshme në shoqëri ose udhëheqje, si një diagnozë kozmike. Në Babiloni, astronomët regjistronin çdo eklips për të parashikuar modelet. Nëse mbretëria ishte e korruptuar, eklipsi ishte si një paralajmërim i butë, jo dënim. Si një përrall ku një pasqyrë magjike tregon të vërtetën e fshehur. Sot, ne mund ta marrim këtë trashëgimi. Eklipsi i 3 Marsit nuk është fund, por një ftesë për të kuptuar modelet tona personale. Çfarë është e paqëndrueshme në jetën tuaj? Një marrëdhënie? Një punë? Pasqyra hënore ju tregon. Në mënyrë fantastike, imagjinoni veten si një eksplorues në një qytet të humbur majan. Muret e tempullit janë të gdhendura me simbole eklipsesh, çdo njëri një histori. Një tregon rënien e një tirani, tjetri lindjen e një epoke të re. Ky eklips është historia juaj, studioni modelet tuaja si një astronom i lashtë. Në kinën e vjetër, eklipset shiheshin si dragoja që han hënën, por perandorët i përdornin për të reformuar ligjet. Sot, reformoni ligjet tuaja të brendshme. Kjo perspektivë historike na bën të shohim eklipsin si mësues, jo armik. Pika 4. Hija si tokëzim, realiteti që pastron iluzionet. Le të zhytemi në simbolikën e hijes si një poet që këndon për errësirën që lind dritën. Hija që mbulon hënën gjatë eklipsit nuk është e huaj, është hija e vetë tokës. Kjo është si një metaforë epike, realiteti praktik ndërhyn për të pastruar mjegullën emocionale ose iluzionet tona. Imagjinoni hënën si mendjen tuaj emocionale të mbushur me ëndra dhe frika. Toka, si trupi juaj i fortë, hedh hijen e saj për të thënë, ktheu në realitet. Në këtë natë, hija bëhet tokëzim, një ankorim në të vërtetën. Si një aventurë ku një udhëtar humbet në mjegull, por hija e malit e udhëzon. Iluzionet tuaja mund të jenë duhet të jemi lumtur gjithmonë, por hija thot, prano realitetin, pastroje mjegullën. Kjo është fuqia, eklipsi ju fton të ecni në tokë, duke lënë pas iluzionet si gjethe të thata. Fantastikisht, imagjinoni veten si një marinar në një det të mjegull. Hëna është fari juaj emocional, por hija e tokës është kompasi. Ajo pastron mjegullën duke zbuluar ishujt e vërtetë. Në traditat shamane, hija shihet si mësuese. Përdorni këtë për të tokëzuar veten, pyetni çfarë iluzion po më mban prapa? Dhe lëreni hijen të pastrojë. Kjo është esenca e tokëzimit, një kthim në rënje. Pika 5. Refuzimi i frikës, vetëdia si armë kundër kontrollit. Së fundmi, le të sfidojmë frikën si heronj në një betejë epike. Gjatë historisë, udhëheqësit e kanë përdorur frikën ndaj eklipseve për të kontrolluar njerëzit, si një mbret i errët që përshpërit gënjeshtra. Por mesazhi ynë është, qëndroni të qetë dhe vëzhgues. Vetëdia është drita që shkatëron frikën, ndërsa frika na mban të ngrirë si statuja akulli. Imagjinoni një skenë mitike, një tiran thot, eklipsi është dënim, por ju, si një luftëtar i dritës, thoni jo, është mundësi.
Në këtë natë, refuzoni frikën duke vëzhguar, shihni hënën si një mik, jo armi. Historia na mëson, Kolumbi përdori një eklips për të friksuar indigjenët, por sot ne dim më mirë. Vetëdia ju bën të lirë. Fantastikisht, jeni në një arenë gladiatorësh ku frika është kundërshtari. Arma juaj? Vetëdia, një shpathë e ndritshme. Goditeni frikën dhe ajo shpërthen në pluhur. Qëndroni vëzhgues, merrni frymë, shihni yjet dhe ecni përpara. Kjo është triumfi mbi frikën. Përfundim, eklipsi si reset një këndvështrim i ri në fund, ky eklips është një reset magjik, një rifillim që na fton të shohim jetën nga një kënd i ri. Faleminderit që u bashkuat në këtë udhëtim. Reflektoni, ndryshoni dhe le të jetë ky 3-3 fillimi i diçkaje të mrekullueshëm. Abonohuni për më shumë dhe na shihni në videot e ardhshme.